Kryetari i gjykatës themelore të Gjakovës, Vaton Durguti, duke i uruar mysafirëve mirëseardhje në Gjakovë, shpreh se me reformimin e gjykatave tani transparenca dhe llogaridhënia është më evidente. Sot shënojmë edhe 15 vjetorin e ndihmës që USAID ka dhënë në Kosovë, ku përkrahja dhe ndihma për sistemin e drejtësisë ka qenë kyçe që ne të arrijmë këtu ku jemi sot. Një ndihmë e tillë është edhe ky objekt i gjykatës i inauguruar në vitin 2010, i cili respekton sigurimin e standardeve të gjykatave model, një koncept ky që është prezantuar në Kosovë nga USAID. Nga ana tjetër, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, potencoi se sistemi i drejtësisë në vendin tonë çdo ditë më shumë po shton numrin e partnerëve. Pandimin e USAID-it që vazhdimsi ka dhënë kontributin për përmirësimin e gjyqësorit, ndoshta nuk është shumë me arrit deri këtu ku jemi sot. Me të vërtetë kontributi dhe ekspertiza e dhënë nga USAID-i na ka ndihmuar neve të adresojmë disa çështje shumë madhore në procesin tonë të rikthimit. Dhe unë në këtë rast në emër të Këshillit Gjyqësor, po ndoshta edhe në emër të gjyqësorit në përgjithësi falenderoj. E drejtoresha e misionit të USAID-it në Kosovë, Maurin Shauket, vëreti se sipas saj kohëve të fundit po ka ndryshim vërtet të rëndësishëm sa i përket transparencës. And we call it Partnership for Change. Transparenca dhe llogaridhënia në sistemin e drejtësisë është vërtet shumë e rëndësishme. Ne po vërejmë se sistemi i drejtësisë në Kosovë po ka përparime dhe kjo na bën të jemi më optimist se ardhmja e drejtësisë këtu do të jetë më e mirë. Për këto 15 vite ka ndryshuar shumë çka dhe ne ju inkurajojmë që të vazhdoni të shtoni angazhimin tuaj në këtë drejtim. Nga ana tjetër, kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, tha se nëse sistemi i drejtësisë shkon në rrugë të mbar, atëherë besimi në popull rritet. USAID dëshmoi paranesh se sistemi gjyqësor do të jetë dhe duhet të jetë më transparent dhe në funksion të qytetarëve. Dhe qytetarëve të Kosovës t'ju krijohet mundësia të dëgjojnë dhe të shohin qartë se si bëhet drejtësia, por ende në këtë rrugë kemi shumë për të bërë. Puna tashmë ka mbetur edhe tek ne, tek vendorët, që krahas infrastrukturës së ofruar, të ngrisim edhe nivelin e pavarësisë së gjyqësorit dhe të rikthejmë besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Në këtë tryezë diskutimi pati pyetje për panelistët, të cilët secili nga sfera vet u shprehën se po bëhen përpjekje maksimale për të shtuar partneritetin mes akterëve të drejtësisë. Unë mendoj se ja kemi arrit që detyrat që na janë parashtruar në mbrojtjen e shtetit, publikut edhe viktimave ta realizojmë me sukses me punën tonë. Kalimi nga sistemi i përparshëm inkvizitor, gjithnjë duke forcuar sistemin akuzator, praktikisht roli i avokatëve mbrojtës si edhe nënën tjetër edhe i prokurorisë është dukshëm më i rëndësishëm dhe më me peshë. Policia se çështja e partneritetit ka kushtuar dhe i kushton rëndësi dhe vëmendje shumë të madhe. Në të vërtetë me ligjin për policinë janë rregulluar marrëdhëniet ndërmjet policisë, prokurorisë së shtetit dhe gjykatës, ku ndër të tjera përcaktohet që policia zbaton urdhrat dhe udhëzimet e lëshuara në mënyrë të lehtëshme nga prokuroria e shtetit dhe nga gjykata kompetente, ku policia bashkëpunon dhe raporton zyrës së prokurorit të shtetit për informatat lidhur me aktivitete të dyshimta kriminale për të cilat policia është në dieni dhe në atë në pajtim me ligjin kompetent. Në këtë tryezë të organizuar nga USAID-i për të shënuar 15 vjetorin e punës së këtij misioni në Kosovë, u potencua se ngritja e kapaciteteve në sistemin e drejtësisë do të bënte që rendi dhe ligji do të funksiononte më tepër në Kosovë.